Vuani nga artriti, kjo recetë i thotë të lam të mirë dhimbjeve të kockave. Është fakt që pema e limonit është një nga më të vjetra dhe më të kultivuarat në të gjithë botën. Kjo për shkak të përfitimeve të mëdha shëndetësore që i vijnë trupit nga konsumimi i limonit. Limoni është i bollshëm me vitamina dhe minerale duke përfshirë vitaminat A, C, B1, B6, bioflavonoide, pektin, acid folik, magnez, kalcium, kalium dhe fosfor. Lëngu i limonit dhe gjithashtu lëkura e tij kanë një aromë të këndshme. Lëkura e limonit ka efekt antiseptik në trupin e njeriut ndërsa gjethet janë të mira për uljen e etheve. Si ta përdorni? Hiqeni lëkurën e limonit duke siguruar që të merrni vetëm shtresën e verdhë, jo atë të bardhë. Pastaj fërkoheni direkt në zonën ku keni dhimbje dhe mbështilleni me fash dhe lëreni deri në 2 orë. Limoni duhet që të jetë organik.